Dëgjes publike me bizneset dhe qytetarët mbi oraret e depozitimit të mbetjeve gjatë sezonit turistik. Në një intervistë për Blu Televizion, drejtoresha e ndërmarrjes së pastrim gjelbërimit Vlora, Njeza Shiko, konfirmoi se synimi i kësaj dëgjese publike është përcaktimi i orareve të depozitimit të mbetjeve, të cilat nuk duhet të përkojnë me oraret e pikut gjatë sezonit turistik. Sipas Shikos janë menduar tashmë 2 fasha orare, një në mesditë dhe një tjetër në mbrëmje për të dhënë mundësinë bizneseve dhe vetë ndërmarrjes që të kryejnë procesin e depozitimit dhe largimit të mbetjeve, pa krijuar problematika për pushuesit e shumt, vendas dhe të huaj. Për afro 3 javë, Bashkia Vlorë nëpërmjet ndërmarrjes së pastrimit ka lançuar njoftimin publik për dëgjesën që do të zhvillohet nesër në Pallatin e Kulturës në lidhje me oraret për hedhjen e mbetjeve urbane kryesisht, por edhe një mirë menaxhim të mbetjeve jo urbane, që ne i quajmë mbetjet e vëllimshme, për të cilat do të caktohen ditë dhe orë të veçanta. Kjo dëgjesë do të jetë jo vetëm për bizneset, por edhe për qytetarët. Është fokusuar kryesisht tek oraret e bizneseve në sezonin turistik dhe jashtë sezonit turistik, për vetë faktin se Vlora është një bashki turistike dhe gjenerimi i mbetjeve në periudhën e sezonit është në një volum shumë të lartë dhe kemi menduar që gjatë paradites të mos kemi një orar me qëllim evitimin e mbetjeve prezente në territorin e Bashkisë Vlorës, por edhe vështirësia e qarkullimit të mjeteve, kjo për arsye edhe të fluksit të lartë të turistëve, qoftë vendas dhe të huaj, është menduar një orar në orarin e drekës, ku bashkia propozon në varësi edhe të punës që restorantet kanë oraret e drekës dhe të darkës, të hidhen mbetjet në një orar në drek, që ky orar të përkojë me orën 15 deri në 16:30. Dhe orari darkës që kemi propozuar një orar në 12 të natës deri në 3 të mëngjesit, me qëllim që mjetet të kenë kohën e mjaftueshme për të qarkulluar në gjithë territorin në pikat e grumbullimit të mbetjeve. Dëgjesa publike pritet të mbahet më 13 maj në orën 11, ku do të përcaktohen dhe oraret përfundimtare të depozitimit të mbetjeve gjatë periudhës së sezonit turistik në qytetin e Vlorës.